Kër më kujtohet mu me qka o marrë në Republikë e Kosovës me një tren apo hen as po hen. Po me qka e marrë Brermal? Me qka e marrë që 4 vjetë Brermal? Jena marrë me trena, jena marrë, që shë ka në fakt edhe atërë dhe tash do duj me folë për zhvillim, do duj me folë për zhvillim të mbrandshëm. O, edhe unë jëmë ka du me folë për zhvillim të mbrandshëm dhe s'po du me të folë, se unë po du me të tregu që në qatë piken ku ke qenë atje. Në atje ku e kalon e dita Tahiri, për me u kthy normaliteti, kena me u kthy qatje, ki me iftu, ka me ullë dikush, një qeveri normale që vjen, ka me u detyru, me i kthy gjyqtarët, me i kthy prokurorët, me i kthy policët, me i kthy që shu kthy në kryetarët, që ta shapshe, krejt proces normal. Si pas ligjit. Krejt Kosovë, po si pas ligjit mërë kanë qenë edhe atëherë, po si pas ligjit kanë qenë edhe atëherë. Po policët nuk mundën mu kthy, që ata policët që jënë konë e kanë desh uniformen, nuk mundën mu, zonja Bajrami mu kthy. Mundën me u rekrutu 3. Ta shofim Dermal. Ligji nuk e kjo mbetet të shitet. Mirë, atë flasim për zhvillim. Atë flasim për zhvillim. Arsyeja pse ne mendojmë që vendi nuk ka zgjidhje tjetër pos zgjidhjeve dhe tregova se kush është shkaktari kryesor. Unë kam veç problemin, zonja Bajrami, problemin e kom çka prodhojnë zgjedhjet. Çka nëse prodhojnë të njëjtin rezultat zgjedhor me plus minus 2-3 deputet. Çka ndodh? Çka ndodh me ne si qytetarët e Republikës Kosovës? Albin Kurti e tha që i kena me pas 2 palë zgjedhje për çka jemi kategori kundër. Pse duhet mi pas Kosova 2 palë zgjedhje? Pse nuk ulini që tash me u marrë vesh qysh mja boksa i punës se keshtu e thonë edhe një fjallë tjetër që nuk do duhemi ju nështru vullnetit popullit ku vullneti popullit o tregu me në shkurt. Qka nëse nuk ndryshon me plus minus 5 deputet, po e në zonë maksimum, plus minus 5 deputet rezultati zgjedhor i 17 djetorit, po e tha. Ermal që 9 muj Albin Kurti është të e majt vendin peng për me qu në proces zgjedhor. 42%. A mësë është thoi edhe i ish partive opozitare për Zonja Bajrami? Apo më pret veç pak. Po të preso dush. Po pritëm veç pak. Sepse në rase i kishe tregu ti që i ki ti 61. A i e të në që si More si kom pas 61, sa her du me tregu që nuk i kam pas 61, qysh po do me ta dëshmu që si kom pas 61. E qatë ka Faj Albini që si ki po 61? Po së më ka mërë Faj Albini, po alternativa Albini do duhet të ishte diçka tjetër. Po pse nuk i thuti Albinit, pse nuk ju ke ba oferta partive tjera politike? I ka fitu 42%? Nuk po don lidhja demokratike e Kosovës me bë koalicion me Albin Kurti. Me kon po don? Nuk po don me Albin Kurti. Me kon po don? Po nuk ka lidhje me kon po don me Albin Kurti, nuk po don. Me kon po don Albin Kurti. Lidhja demokratike. Lidhja demokratike e Kosovës. Ka dalë partia e tretë. Po. Dhe nuk është përgjithësi e lidhjes demokratike të Kosovës me heqvenin prej krizës. Sikur të kishte qenë lidhja demokratike e Kosovës parti me 42%, mas 7 ditë ti e kështë pas qeverin. Përgjithësia kryesore këtu i takon një personi dhe ai personi ka emrin Albin Kurti, ka pas 48 deputet në kuvendin e Republikës e Kosovës. A e dini dhe sa vota ju kanë dasht atina. Edhe ka pas komunitetet gati krejt. A e dini mërë që 8 muj nuk ka bisedu me minoritetet? Deri në natën e fundit nuk ka bisedu me Vetonin edhe me Duda Baljen dhe ju më kërkoni mu përgjithësi, unë ju tregoj. Jo unë nuk kërkoj, unë pas them kështu. Lejo të shprehem. Nësa Albin Kurti ka pas 48 në anën tjetër në kone dhe 72. Dhe që ka që nuk bën me arru. Lejo ta qoj mendimin deri në fund. Dhe me qenë se zotnia që i ka marrë 4... Nuk po pranon mu sfidu Zonja Bajrami, pse? Sepse unë po thëmë, mirë kuj ka 48. Zonja Bajrami veç në dëgjëm, të lutëm. Kuj ka pas 48, parlamenti ka dhe 72 të tjerë. 48 plus 72 barazime në 120. Të lutëm, Zonja Bajrami, veç më stara, që opcioni tjetër do duhet të duke i në horizont. A këtë dështu ish opozita me e tregu kapacitetin e vetë.